Mirë, se doja të thoja këtë, po e mbyllët që ka pasur mbrëm vonë një deklarat të Francës, Gjermanisë, Britanisë që janë në krah të Shteteve të Bashkuara dhe po koordinojnë me Shtetet e Bashkuara për mbrojtjen e interesave të tyre të aleatëve në rajon, ndërkohë që sot në shtëpinë e bardhë do të jetë kancelari gjerman Friedrich Merz. Kam përshtypjen se amerikanët dhe europianët bëjnë pak polici mirë, polici keqe dhe i ndajnë gjërat paraprakisht që ndoshta duhet parë. Këtu të ma shumë polici mirë, polici keq është loja mes Trumpit dhe Erdoganit. Absolutisht që po, do me thënë kam përshtypjen që ka një strategji shumë më të madhe, them se sa ajo çfarë shohim ne, qoftë me Turqinë, që i dha dhe primatin në gjithlindjen e mesme edhe në diskutimet për Gazën, por edhe me europianët. Por kam dhe i pyetje. Mu m'pëlqen Erdogani vetëm në një pikë që ai del edhe prononcohet shumë ashpër, por në praktik nuk bën asgjë. Do më thonë, praktikisht edhe presidenti turk është në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka qenë perandori e madhe ajo, Milaim, di shumë mirë kur si qysh të veproj, kështu që besoj ata e kanë historinë shumë të lashtë. Vetëm ne i bëjmë gjërat sot për sot, ata mendojnë me breza. Edhe i pyetje kam, PDK-ja e kërkon presidentin, ka një kandidat? Ka një kandidat që flitet që mund ta ofroj? Dhe po ta bëj dhe këtë tjetër të dyja bashkë, që t'i japësh një përgjigje, nuk mund të jetë Ramush Haradinaj një kandidat konsensual për të adresuar edhe atë shqetësimin e zotit Kurti për çështjen e asociacionit, pra për tradhtar dhe tradhtira që shpesh ngrihen sa herë ka në marrëveshje apo në ecje përpara të Kosovës në Kosovë tek politikanët e vendit? Personalisht mendoj që njeriu më meritor i cili do duhet të ishte president është pikërisht zoti Ramush Haradinaj. Jo vetëm për afërsinë e tij të jashtëzakonshme që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me kontributin e jashtëzakonshëm që ai dhe familja e tij kanë dhënë për këtë liri dhe pavarësitë të cilën ne e gëzojmë. Por edhe njerë po them, këtu nuk ka logjik normale, nuk funksionon logjika normale, nuk shikohet interesi shtetit, nuk thuhet që mu personalisht mund të mos m'pëlqej Ramush Haradinaj për të ngrënë një drekë me te, por duhet jetë president në këtë moment historik. Mu më duket si shumë e pamundur që Haradinaj të jetë president. Dhe është zoti edhe zgjidhet president, pse jo. Partia Demokratike realisht ka humbur komplet atë busullën e orientimit politik. Nuk ka kurfar orientimi politik për një arsye shumë të madhe. Nuk dihet në Partinë Demokratike se kush është kryetar. Pavarësisht se zoti Hamzaj është i zgjedhur si kryetari i kësaj partie, shumica e antarëve ose shumica e përfaqësuesve të kësaj partie mendojnë që kryetar janë dy kryetarë të cilët janë për momentin në Hag, edhe Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli. Kështu që krejt strategjinë ose krejt kauzën politike Partia Demokratike e ka mbështetur te ajo pritja e madhe që është duke bërë që mos presidenti Thaçi dhe Kadri Veseli do të lirohen si të pafajshëm nga gjykata e Hagës dhe këte janë duke pritur, që unë mendoj është gabim i jashtëzakonshëm politik, strategjik, sepse nuk mund të presësh ti edhe një vit për arsye se gjërat po lëvizin shumë shpejt, edhe në rrafshin kombëtar këtu shtetëror, po edhe në politikën globale. Ata po e shohin kështu, edhe të shohim, por jemi në një ngërç politik. Unë mendoj që Albin Kurti është përgjegjësi kryesor i zgjedhjes së presidentit dhe Albin Kurti realisht do duhej të vinte me një emër.